Nxënësit e klasës së 7 të shkollës Konferenca e Pezës në Tiranë realizuan një projekt në lëndën e historisë me temë Rilindja Kombëtare Shqiptare, duke ndërtuar një maket të shkollës së parë shqipe e hapur më 7 mars 1887 në Korçë. Tu udhëhequr nga mësuesja e historisë, nxënësit punuan në grup, duke thelluar njohuritë dhe duke shprehur krenarinë për trashëgiminë kulturore. Kryesisht e kemi zgjedhur që të bëjmë këtë shkollë, sepse kjo ishte tema që na dha mësuesja jonë për rilindjen kombëtare, edhe ne zgjodhëm që ta bënim si maket, sepse kjo shkolla shqipe ruan një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e arsimit në Shqipëri dhe gjithashtu në ruajtjen e gjuhës shqipe. Kjo lloj pune na ka zgjatur rreth 1 muaj e gjysmë, pasi ishte një punë pak e vështirë, me thënë të drejtën për ca nxënës klasës së 7, po kemi bërë me vullnet dhe me një dëshirë të plotë, pasi çdo lloj pune që ne bëjmë me përkushtim. Kryesisht janë gurat, të cilët janë përdorur për dekorimin e shkollës, murat jashtë. Kemi gjithashtu argjilën, e cila është punuar ABC-ja, siç është një detaj aty, dhe pllakat të cilat janë në pjesën e jashtme të oborrit. Gjithashtu kemi edhe fleta transparente, të cilat kanë shërbyer për të ndërtuar xhamat, si dhe le të themi shkopin, të cilët kanë ndihmuar në detaje shumë të bukura. Mësuesja e historisë që udhëhoqi projektin është shprehur se kjo ishte një mënyrë e bukur për të ndërthurur mësimin me krijimtarinë. Si çdo vit, ne kemi një produkt final të projekteve në lëndën e historisë, qytetarisë, në të gjitha lëndën. Dhe në këtë rast produkti ynë ishte ky, që ne e tregojmë me krenari jo vetëm shkollës, por në këtë rast kemi vendosur t'ia tregojmë dhe një publiku më të gjerë. Dhe aq më shumë t'ia durojmë të institucioni kaq të vyer për gjithë arsimin shqiptar, siç është shkolla e parë shqipe. Projekti u finalizua me një vizitë në Muzeun e Arsimit, ku maketi u dhurua simbolikisht institucionit si vlerësim për kontributin në historinë e arsimit shqip.